Analisti politik Liri Loshi ka kritikuar ashpër opozitën, duke e akuzuar për siç thot ai servilizëm dhe sulme të babazuara ndaj lëvizjes vetëvendosje me qëllim për të përshtatur interesave të bosëve politik. Sipas Loshit, opozita aktuale nuk përfaqëson më lidership politik, por vetëm prizë të konsumuar, të cilët do të duhej të mbanin përgjegjësi politike. Me një situatë të tillë, të katër prizë të opozitar do të duhej të dorëhiqeshin. Me këta njerëz, Albin Kurti fiton edhe 4 palë zgjedhje të tjera. Më mirë është të largohen me kohë sesa të korriten, ka thënë ai, duke ju referuar riorganizimi të opozitës ndaj gjuhës së përdorur nga eksponentëve të vendosjes. Loshi thekson se deklarata si ajo e Vlau Konjuftës për blerje toke të zezë të opozitës janë interpretuar gabimisht. Sipas tij bëhet fjalë për metafora politike që nuk kuptojnë fitore në zgjedhje dhe jo dhunë fizike. Ai shton se reagimet të ngjashme ka pasur edhe ndaj deklaratave të kryeministrit Albin Kurti, të cilat sipas Loshit janë keq kuptuar qëllimisht. Nuk kam për qëllim të justifikoj metaforat e shkokërdhavta të Albinit apo të Glaukut, sepse ato po do të fitonin, por është e pakuptim se si njerëzit që merren me politik gjithë jetën ndjen kaq lehtë të fyer, ka thënë ai. Loshi ka bërë një paralelizëm me periudhën e komunizmit, kur sipas tij funksionarët politik reagonin me ndjeshmëri të tepruar ndaj çdo deklarate, duke i quajtur këta shenjë dobësie politike. Publiku e vëren të dobtin dhe natyrisht nuk ja jep votën. Njeriu i zakonshëm ka nevojë për siguri dhe voton atë që ja ofron atë, ka deklaruar analisti. Në përfundim, Loshi vlerëson se shoqëria shqiptare historikisht nuk e pranon dobësinë si tipar të lidershipit. As gruaja nuk e do burrin e lig, as babai nuk e do djalin e lig, e as populli nuk e do të ligun për lider, dhe mendoj se ka të drejtë, ka përfunduar ndër të tjera ai.